Situata nga alergjitë e stinës dhe problematikat që ato sjellin kërkon që qytetarët që vuajnë prej tyre të kryejnë konsult me mjekët, si dhe të marrin mjekimin e dur përpara se simptomat të shfaqen. Sipas mjekes alergologe Marcela Dervisha, marrja në kohë e medikamenteve të nevojshme dhe konsultat me mjekun mund të shmangin përkeqësimin e gjendjes shëndetësore, por edhe komplikacionet që vijnë nga alergjitë. Pacientët të cilët janë diagnostikuar vitet më përpara për alergji të stinës duhet patjetër të fillojnë mjekimin 2 javë, minimalja 2 javë para fillimit të sezonit të alergjisë, në mënyrë që në fillimin e sezonit të alergjisë të jenë sa më pak të shprehura simptomat e alergjisë. Përveç trajtimit medikamentoz, janë disa masa të përgjithshme që ne këshillojmë pacientët për të marrë, nuk duhet të ekspozohen në orët kur intensiteti poleneve në ajër është i lartë, që janë kryesisht orët e paradites nga dreka, por më mirë është të ekspozohen në orët e vona të mbasdites dhe të darkës, ku sasia e poleneve në ajër është më pak e shprehur. Duhet të udhëtojnë vazhdimisht me xhama të mbyllur kur bëjnë udhëtime me makinë, apo gjithmonë duhet të bëjnë dush kur shkojnë në shtëpi, në mënyrë që polenet e mbetur në flok apo në rroba të largohen nga trupi. Duhet të mbajnë syze në mënyrë që mos të kenë kontakt polenet me pjesën e syve, që simptomat të jenë sa më pak të shprehura. Pavarësisht masave, gjithsesi ne nuk e shmangim dot ekspozimin 100% të pacientëve ndaj poleneve, por që mundohemi të minimizojmë kontaktin që këta pacientë kenë me polenet. Pranvera dhe muaji mars shënoi nisjen e sezonit të alergjive të ndryshme, të prekur mund të jenë të gjitha grup moshat, ndërsa më të rrezikuar mbeten padyshim personat që vuajnë nga sëmundjet kronike.